Shqipëria vijon të jetë në lupën e mediave ndërkombëtare që e rekomandojnë si një nga destinacionet që duhet vizituar gjatë këtij viti. Prestigjozja britanike Daily Mail në artikullin më të fundit shkruan se Shqipëria është pjesë e vendeve europiane për të vizituar përgjatë pushimeve, sidomos për ata të cilët duan të shmangin turmat me vende turistike. Sipas Daily Mail, në të gjithë kontinentin, udhëtarët që pushojnë në vende të njohura janë bërë gjithnjë më të frustruar për shkak të mbipopullimit, çmimeve të shtrenjta dhe humbjes së sharmit autentik ndaj Shqipërisë, duke të jetë pjesë e listës për vitin 2026. Prestigjozja britanike shkruan gjithashtu në artikullin e fundit se destinacionet që dikur ishin të fshehura edhe më pak të njohura për udhëtarët britanik si Shqipëria, Malizi dhe Slovenia, tashmë kanë tërhequr miliona vizitorë ndërkombëtar vitet e fundit në kërkim të plazheve unike dhe qetësisë. Daily Mail nënvizoi se interesi për këto destinacione turistike është rritur ndjeshëm vitin e kaluar me Google Trends, që zbulon një rritje prej 122.6% në motorët e kërkimit. Vit pas viti, vendi ynë ka njohur një rritje të konsiderueshme të vizitorëve britanik që zgjedhin Shqipërinë si destinacionin e tyre të preferuar jo vetëm për plazh, por edhe gjatë gjithë vitit edhe për historinë, kulinarinë dhe natyrën e bukur.